Fermerët e Dibrës, të cilët u dëmtuan nga temperaturat e ulta të fillimit të muajit prill të këtij viti, kërkojnë mbështetje nga ana e strukturave shtetërore. Më të prekur kanë qenë fermerët e frutikulturës, kryesisht të qershisë, por edhe të pembe të tjera frutore. Yazim Azari është një nga fermerët të dëmtuar këtë vit nga moti i keq në fshatin Bexhunec. Ai thotë se çdo vit nxirrte deri në 9 milion lekë të vjetra nga frutat e qershisë, por këtë vit as për të ngrënë për vete nuk ka. Yazimi shton se i gjithë fshati është dëmtuar këtë vit pasi në qershia nuk ka fruta, por as mollët e as arrat. Fermeria Yazim Ayazi kërkon subvencionim nga shteti pasi sipas tij dëmi ekonomik është shumë i madh. Ai shton se deri tani nuk është dhënë asnjë ndihmë, por vetëm me fjalë. Ky fshati këtu vetëm me qershi ka jetu. Po, vetëm me qeshi e në bliktoria pak kanë, për me qeshi këto kanë jetu këtë fshati. Çdo shtëpi nuk ka pas shtëpi si s'ka marrë 5 milion, 6 milion lekë për qeshiave. Qeshiat si mjetë maron, e në mollat kanë varo kreta, e në komllat, e në derdhat, e në arrat. Në arrat, ma rëzik në arrat, o njën të thasi tropa i shkrini në arrat. Ta ndum një ndim, një gjëm, na dha shteti. Po kemi shku, kemi anko. Tu apim, ose ç'do bëhet nuk e di. Fshati Bexhunec mbaroi. Më sa qeshia ka jetu, o çdo vit ku marr 8 milion, 9 milion lekë çdo vit, pi qeshajave. Qira vjet, si mjet, ka vite ka para 10 vjetve kanë marrë ka 15 milion, 20 milion. Po ç'i thëlim për poshtë. Po kanë marrë, po. Më sa qeshi kanë jetu. Ç'ki fshat. Nuk xhi as koka nuk kanë për të hongër në këto. Shef ide atë komplet çe. Tuaj disi kanë qenë këtë ko. Veshin fuganat për Tiranë, e ka vlët të toka këtu. Bexhuneci më ka qenë shqur, në drethin e Dibrës për qeshi Bexhuneci. Ta shta jënë lafët, na ndimoft shteti, faleminderit. Na ndimoj ta që ishtë bëjmë na, nuk e di. Na shta imi. Ma keq, ma nuk bëjmë vakisi, si në ka bë vakoj kjo punë si mjeqme. Kjo e si mjeqme nuk në ka bë vakoj, na unë ma jëmë 60 vjetë që jëmë unë. Kjo e si mjeqme ja... Po jëmë 67? Po, nuk, ose mbaj mend këtë si mjeqmen. Ndërkohë vetëm 2 ditë më parë ule ndjeshme temperaturave ka dëmtuar edhe gjethet e qershisë, duke rrezikuar që dëmi të jetë akoma më i madh për të gjithë fermerët që kanë kultivuar qershi në fshatin Bexhunec të Dibrës.